Zona me siguri pa me qenë si provokim kjo punë. Dhe këtë mbra pasuat. Ujta ta ma tepër, që s'ka mujtë në përfaqësuesit sërbë në kuvendin e Kosovës, në përfaqësuesit sërbë në qeverinë e Kosovës, isja ka mujtë me ata me vizituar. Dhe kjo punë me herë, ndoshta kishte mujtë më gjitë në lidhje tjetër. Jam mjaft të dëshpëruar, kam dëgjuar, institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin shumë hapa të sigurt në këtë drejtim, se kjo është një provokim për ne shqiptarët. Sidomos veçanërisht për ne mitrovicalit. Përërimi i përmendorës Çarllazari Mitrovic thellon ndarjen mes etnive, mes etnisë serbe dhe etnisë shqiptare, edhe si akti i tillë është shumë i dëmshëm për Republikën e Kosovës. Padyshim që provokim shumë i madh është për shqiptarët vendosja i monumentit pa nevojshëm në këto hapësira. Aparati shtetëror është duft me vepruar këtë drejtim që provokime të radhës ose ngjashme mos më marrë për qytetarët shumicë ose qytetarët e Kosovës.